Filipianëve, po lexoj nga vargu 3. Kapitulli 2, nga vargu 3. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendje madhësi, por me përullësi, se cili ta çmojë tjetrin më shumë se vetvete. Mos mendojë se cili për interesin e vet, por edhe atë të tjerë. Kini në ju, po atë ndjeni që ishte në Jezus Krishti, i cili, edhe pse ishte në trajt të Perëndije, nuk e çmoi si një gjë ku të mbajë fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt të shërbëtori dhe u bë ngjashëm me njerëzit. Dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme por si njeri, e përulli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje të kryqit. Prandaj dhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër. Amin. Kishë si drejtohet fjala e Perëndis, vëllezër, fjala e Perëndis nuk është për njerëzit që nuk njohin Zot. Fjala e Perëndis është për ne. Dhe thot këtu, mos bëni asgjë për rivalitet. E bëj këtë sepse ai ka diçka dhunti më shumë dhe unë kam dhunti më pak. Dhe do t'i kërkoj Zotit, shikoni vëllezër, aleluja, kur ndavi 5 talenta Zoti, i dha njerit sipas mundësisë dot që ai kishte. Dhe tjetrit i dha 2 talenta, dhe një tjetri i dha 1 talent. Dhe kur erdhi ora që t'i jepnin llogari për gjithçka ju kishte dhënë Perëndia, njëri shkoi dhe tha më dhe 5 talenta. Këto të 5-ta i bëra 10. Përgjigjja nga Perëndia ishte shërbëtor besnik. Në të vogla të vura dhe ti qëndrove mutra, aleluja, do të vënë gjëra të mëdha. Të njëjtën gjë i tha edhe atij që kishte 2 talenta. Nuk i tha më shumë, atij që kishte shumë dhe më pak, atij që kishte. Sipas mundësisë që Zoti di, çdo njeri, mundësitë e çdo njeri. Kisha 2, më dhe 2 i bëra 4. Shërbëtor besnik në të vogla, do të vënë gjëra të mëdha. Hyr në dashurinë e Zotit tënd. Nuk thot Zoti njeri ka më shumë, njeri ka më pak. Zoti i dha sipas mundësisë së çdo njeri. Çfarë na mëson Zoti këtu, vëllezër, aleluja? Mos bëni asgjë për rivalitet dhe me mendje madhësi, por me përullësi, se cili ta çmojë tjetrin më shumë se vetë. Me përullësi, përullësia, motra dhe vëllezër, aleluja, është e pëlqyer në sytë e Perëndis. Zoti thot erdhi nga qielli dhe u përull. Deri në shëmbëllim njeriu, motra dhe vëllezër, nuk e barazoi veten si Perëndi, por njeri dhe një njeri të kryqëzuar, të dënuar. Kështu e uli Zoti, motra dhe vëllezër, kjo ishte përullësia. Dhe ne na thot çmojeni tjetrin më shumë se vetë. Kur unë dha Jezus Krishti u bëra të gjitha këto gjëra, bëja unë dhe ju njëri tjetrin. Këta janë bijë të Perëndisë, vëllezër, aleluja. Imagjinoni në fillimet e besimit tonë, shoh përullësinë që kishin, vëllezër, aleluja. Dhe në përullësinë tonë
shikonim dorën e Zotit të vepron të fuqishëm. Zoti na pakëzonte me frymë të shenjtë, shikonim vegime të mëdha motra dhe vëllezër të fuqishme. Dhe Zoti vjen të flisë me ne. Sot motra dhe vëllezër, ka ndonjë ngushëllim në frymë, thot Zoti, të kënaqem? Ka ndonjë në dashuri motra dhe vëllezër që unë të ndihem mirë? Kur të mblidheni me njëri tjetrin, vëllezër, ti tregojmë njëri tjetrit, Zoti erdhi në jetën time dhe bëri këtë gjë. Pashë vegim, Zoti më mori dhe shkova në qiell dhe pashë Zotin, motra dhe vëllezër. Këto ndodhin. Këto nuk ndodhin atëherë. Këto ndodhin në një zemër të përullur, në një zemër që vërtet e do Zotin, motra dhe vëllezër. Aleluja. E falenderojmë Perëndin. Mos mendoj secili për interesin e vet. Interesi ynë sot, motra dhe vëllezër, si të krishterë, në gjithçka që ne shohim, është të mos mungoj asnjë njeri. Ky është interesi ynë. Kjo është dashuria që ne kemi për njëri tjetrin. Të mos mungoje askush në ditën që po vjen. Po vjen ora, vëllezër, aleluja. Po vjen ora e Zotit. Preokupimi ynë në cili është? Ta përgatitim veten ta takojmë Zotin që po vjen? Ky është preokupimi im? Apo gjithmonë kërkojmë motra dhe vëllezër dhe nuk shohim se çfarë po ndodh? Vërtet kanë kaluar motra dhe vëllezër 2000 vjet që është shkruar fjala e Perëndis. Por shohim që sot po realizohet. Ne po shohim vëllezër që sot po realizohet rrëmbimi, po vjen ora e rrëmbimit. Amin. Dhe sa gati duhet jemi sot, motra dhe vëllezër? Kur apostujt nuk mund ta imagjinonin dot, motra dhe vëllezër, aleluja, luftën që po ndodh sot. Nuk mund ta imagjinonin gjërat që do të shkatrojnë gjithçka, motra dhe vëllezër, aleluja. Se nuk ishte. Luftoj me shpata në atë kohë, motra dhe vëllezër, aleluja. Kurse sot shkatron gjithçka. Bomba atomike. E imagjinoni vëllezër, aleluja, se sa afër jemi ne sot në atë çka Zoti na ka folur vite. Sa gati duhet të jemi ne sot, vëllezër? Sa të prekupuar duhet të jemi ne sot? Për prezencën e Zotit sot, motra ime, vëlla im, aleluja. Mblidhemi në kishë prezencën e Zotit duam, vëllezër, aleluja. Dhe Zoti është këtu. Dhe Zoti të dua prezencën tënde. Një djalë 17 është 18 vjet në Korçë. Është djali motra njerëzës i Orsit. Dhe nuk deshte vinte të prente në kishë. Dhe i tha tje, mos shkoti. Mirë, i tha, unë po shkoj. Rrugës, ky djalë mendon dhe thot do vete edhe unë në kishë. Kthejnë mendje dhe vjen motra dhe vëllezër, aleluja, në kishë. Kur hynë në kishë, vëllezër, në vendin kur i zakonisht ai, shikon Jezus Krishtin të ullur. Dhe kur hynë, i thot Jezus Krishti, ty po të presë. Imagjinoni vëllezër që çdo vend këtu është Krishti. Dhe të pret ty që të vish të flasësh me te. Nuk është thjesht do të mblidhemi të jemi sa më shumë, motra dhe vëllezër. Jo. Do shkoj të takoj Zotin tim, sepse më pret, është atje. Unë jam aty, thot Zoti, është besnik Zotit, vëllezër. Aleluja. E falenderojmë Perëndin. Dhe vetëm kjo, ky vegim që pa motra dhe vëllezër në kishë, ka ndryshuar jetën e djalit. E falenderojmë Perëndin. Si vepron Zoti në një zemër, vëllezër, aleluja, të thjeshtë.
Me një zemër të përullur, vëllezër, haleluja. Dhe kështu duhet t'i jemi. E dini çfarë ndodh? Kemi kaluar kohë me Zotin, kemi dëgjuar shumë predikime, motra dhe vëllezër të fuqishme. Por çfarë ndodh, vëllezër? Zoti i nxori me mrekulli të fuqishme nga Egjipti, popullin e tij. Mrekulli që edhe sot motra dhe vëllezër, haleluja, nuk ka ndodhur. Lavdi Zotit. Dhe po ky popull që kishte parë të gjitha këto mrekulli, që Zoti i qëndronte pranë dhe e shoqëronte në çdo moment, nuk i praktisi asnjëherë vëllezër, u rebelua me Zotin. Dhe e dini çdo të thotë rebelim? Rebelim nuk do thotë të luftosh me Perëndin. Rebelim thanë, po çfarë të bëjmë ne këtu në shkretë të tjera? Na sot në shkretë të tjera kemi kaq e vjetë që të vdesim. Ne nuk shohim asgjë. Ne ja vëmë në kishë, nuk shikojmë asnjë gjë që Zoti të bëjë diçka. Motra, haleluja, vëllezër. Të njëjtat gjëra mirishin në tenxheret tona, në Egjipt, në sklavërinë tonë, në mëkatin tonë, motra dhe vëllezër, haleluja. Dhe të gjithë ata që folën dhe nuk arrinin të çmonin ushqimin e Perëndisë, prezencën e Perëndisë, provën që po kalonte nusja, motra dhe vëllezër, haleluja. Lavdi emri të Shenjtë. Të gjithë nuk hynë, motra, haleluja, në tokën e premtuar. Nuk hynë, motra dhe vëllezër, me kujdes. Ata që thanë mirë ishin për jashtë. Zoti na ka sjellë këtu, jemi në shkretë të tjera. Asnjë gjë nga krishtërimi nuk ka kjo botë, motra dhe vëllezër, haleluja. Ju, thot Zoti, jeni dritë në këtë botë të errët. Është botë e errët, thot Zoti. Dhe ju jeni dritë në këtë botë. Cila është ajo që ndriçon jetën tonë, vëllezër, haleluja? Trishtimi. Që nuk jemi si gjithë të tjerët, si që gëzojnë të tjerët, si që kanë të tjerët, të jetojmë si të tjerët. Biri Perëndisë nuk ka ku të vërë kokën, tha Jezus Krishti. Dua të ndjeki, thanë motra, haleluja. Po, na Zoti, por duhet të dish që dhe dhelprat kanë strofkat e tyre, dhe zogjtë e qiellit kanë folet e tyre. Biri i njeriut nuk ka ku të vërë kokën. Që do të thotë, na ka thirrur Zoti dhe jemi në një rrugë, vëllezër, haleluja. Nuk do të jetojmë këtu. Jemi në një rrugë për të ikur në qiell. Po përgatitemi, motra dhe vëllezër, që Zoti të vijë të marrë të zgjedhurin me vet. Dhe me durim, Zoti na flet vazhdimisht me fjalën e Perëndisë. Me durim Zoti na flet vazhdimisht nëpërmjet frymës së Shenjtë. Po vi, thot Zoti. Po vi na është bërë e zakonshme, vëllezër, haleluja. Dhe nuk i kushtojmë rëndësi, po vi. Po kur të vi Zoti, kemi vaj në kandilin tonë. Se thotë 10 ishin të virgjëra, por 5 ishin budallaqe dhe 5 të zgjuar. Kemi vaj që ta presim që të hymë në dasëm, se kjo do të ndodhë sa afe më sytë të vëllezër. Jam gati të takoj Zotin sot. Këtë kërkon fjala e Perëndisë të na mësoj, vëllezër, haleluja. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezus Krishti. Ndjenjë çfarë? Ndjenjë shërbëtori. Kjo është ndjenja që ne shohim, motra dhe vëllezër, haleluja, në Jezus Krishti. Kur e kryqëzuan, motra dhe vëllezër, thot, dielli u erë. Gurët u qanë, motra dhe vëllezër, haleluja, dhe thrisni, çfarë po bëni?
Njeriu, motra dhe vlezër, tallej me krijuesin, shpëtoi vete. Të gjithë e lamë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe Zoti na mëson, vlezër, aleluja, të kemi po atë ndjenjë që ishte në Jezus Krishtin. Këta janë vite Perëndisë, vlezër. Mos ta gënjej mendja sepse unë vi vetëm të dielën dhe do shkoj në qiell. Nëse unë nuk jetoj çdo ditë me Zotin, motra dhe vlezër, si biri Perëndisë, në një marrëdhënie të vazhdueshme me Atin tim, një, unë dhe Ati jemi një. Këta janë bijtë të Perëndisë, vlezër, aleluja. Kur kam nevojë ndonjëherë thres Atin, nuk është kështu, vlezër. Kur kam nevojë do vetë të ulem të lutem, jo, motra dhe vlezër, aleluja. Shumë më thresin Zot, Zot, thot. Pak janë ata që e gjejnë në rrugën. Sa kujdes, vlezër, aleluja, duhet të kemi. Më thoni, vlezër, është më mirë t'ju them bravo ju qoftë. Dhe të mos, asnjëri të mos gjitet në qiell. Apo t'ju them, vlezër, kujdes, që të gjithë jemi në praninë e Perëndisë. E falenderoj Perëndin. I cili, edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjeku të mbajë fort për të qenë barabar me Perëndin. Por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori dhe u bë ngjashëm me njerëzit. Dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme, por si njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje. Perëndi e bëri veten njeri i bindur deri në vdekje. Si, po unë nuk kam kohë, më kanë ardhur njerëz dhe veten në kishë sot. Kur Zoti në vendin tënd po të pret, që të bisedoj me ty, ka një mesazh për ty, ka një fjalim për ty, diçka për të dhënë ty. Dhe ti, kaq shumë e vlerëson takimin motra ime, vlla ime me Zotin. U për veten time, ju them sinqerisht, kur linja takim me të dashurën time, nëse do më vënohesh e 5 minuta, mërzitesha. Njeri, mërzitesha, vlezër, aleluja. Po Zoti, që na pret ne këtu të gjitha, dhe thot dua të flas me ty, sepse për ty kam derdhur gjakun tim, të kam blerë më përket mua, i përkasim Zotit, vlezër, aleluja, as kujt tjetër, as vetes tonë nuk i përkasim. Nuk arrim dot ta kuptojmë, vlezër, aleluja, sa e rëndësishme është kjo. Po të arrim ta kuptojmë rëndësinë e kësaj dashurie të Perëndisë, po të kuptojmë se ku do na shpihet Zoti, çfarë ka përgatitur Zoti për ne, vlezër, aleluja. E dini që në çdo moment ne do themi i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti im. Kush sot Zoti në fjalën e Perëndisë do na ndaj nga dashuria e Perëndisë? Kush, vlezër, aleluja? Sëmundjet, problemet, vuajtjet, skamja, vdekja, asnjë gjë, thot motra dhe vlezër, aleluja, nuk na ndan nga dashuria e Perëndisë. Kur, thot Zoti, bitemi, nuk kam për t'ju braktisur. Ata që besojnë, motra dhe vlezër, ata që besojnë në Ati, kanë gëzim në zemrën e tyre. E dini kush është Ati hyrë, vlezër? E dini kush është Ati hyrë? Është ai që ka krijuar qiellin dhe tokën dhe i përkasin gjithçka Atij. Unë jam biri ti. Unë jam biri e ti. Si do më marrë trishtimin? Kush, motra dhe vlezër, aleluja? Mos u kujdesni, thot motra, aleluja, për veten tuaj. As çdo të ani, as çdo të pini, as çdo të mbillni. Shikoni, zogjtë e qiellit, se si u sheh.
as kanë ambare, as mendojnë në motra dhe vlezër, por adhurojnë Zotin. Sa më shumë ju bijtë të zgjedhur nga Perëndia, që Zoti erdhi u flijua për ne, jo për Zotin, për ne motra dhe vlezër, aleluja. Të bleva, thotë Zoti, më përket mua. Si ta zhgënjej, vlezër, aleluja, këtë dashuri? Si mund, motra dhe vlezër, aleluja? Ky është Zoti ynë. Kjo është dashuria e Perëndisë, vlezër, e falenderojmë Perëndin. Të tregojemi të zgjuar në këtë thirrje. Është thirrje nga Perëndia, vlezër, aleluja. Jo të mos i kushtojmë rëndësi. Për këtë arsye, thotë Zoti, vlezër, aleluja. Zoti e mori dhe e ngriti, prandaj dhe Perëndia e lartësoi dhe e madhështoi dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër. Për që syë, motra dhe vlezëra? Sepse e përulli veten, deri në vdekje. Nuk kërkoi asnjëherë, nuk e hapi gojën, thot, por shkoi si delja në qetëtari dhe nuk e hapi gojën, vlezëra, aleluja. Ky është shembulli ynë. Dhe Zoti do ta marrë, do ta lartësojë të zgjedhurin e vet. Për çfarë? Sepse nuk e hapi gojën, vlezëra, aleluja. Shikoni Stefanin, se si motra dhe vlezër, aleluja, një djak, i zgjedhur nga Perëndia, e falenderojmë Perëndin, fliste për Zotin. Ditën e parë që foli përpara njerëzve për Zotin, morën gurë dhe e vranë, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk ishte në një moshë të madhe që duhet i ikte. Nuk ishte në një moshë të madhe, vlezër, aleluja. Por tha, fati e vatë, mos u allugarit këtë mëkat. Dhe pa, të ngrihej nga froni ati qiellor, vlezër, aleluja, falenderojmë Perëndin. Këta janë të zgjedhur, vlezër, që ishin gati të flijonin veten e tyre. Dhe flijojmë, motra dhe vlezër, një orë për Zotin, që të vetë çdo gjë në këtë orë dhe të vetë të falenderojmë Perëndin dhe të them, Zot falë, Zot, të dua. Zoti dëshiron ta dëgjojmë, motra dhe vlezër, të dua. Ashtu siç dëshirojmë ne ta dëgjojmë, më foli Zoti, çfarë të tha, të dua. Edhe Zoti do ta dëgjojë. Të dua. E falenderojmë Perëndin. Kjo është marrëdhënie ka qenë kushte. Familjare, vlezër, aleluja. Familjen e ka bërë Zoti, vlezër. Dhe na quan e zgjedhura ime. Ta kontrollojmë, vlezër, aleluja, jetën tonë, sjelljen tonë. Mos u mbasim, vlezër, aleluja, nga shigjetat e të ligut dhe humbim të ruan, duke folur për njëri tjetrin. Duke sharë njëri tjetrin, vlezër, aleluja. E dini, gjërat që fliten në fshehtësi, do të trumpetojnë nga çatit, thotë Zoti, vlezër, aleluja. Do të vinë mirë, Andrea, kur ti flet për vllajin që do ta marrë vesh të gjithë të zgjedhurit e Perëndisë ta ketë për vllajin. E imagjinoni, vlezër, aleluja. Prandaj është mirë, lartësojmë vllajin. Edhe në dobësi që është, vlezër, të gjithë jemi të dobët. Por Zoti na mëson ta lartësojmë. Të themi është vllai im. E ka zgjedhur Zoti. Po në familje të gjithë njësoj kemi fëmijë të vlezër. Dhe i gjykojmë njërin apo tjetrin? Apo themi ky është fëmia im, është biri im? Kështu është dhe me ne, motra dhe vlezër, aleluja. I falenderojmë Perëndin. Zoti ta bekojë këtë fjalë.